Jo, unë kam përshtypje këtu që ata që kanë bërë lekë, kanë bërë çikë 5 lekë dhe duket gjithmonë sikur ja u fut. Shumicat janë të varfër japin lekët normale, të tjerë që kanë lekë nuk japin më kuritë, nuk e di pse. Pra është vërtet ajo toka amerikane, toka premtuar e shqiptarëve. Jemi me Bertin. Berti është miku im, është zemër madh. Kemi të vetmin që na administron gjithë pallatin, pa atë pallati jonë s'do kishte vlerë. Sigurisht që ka dhe punë tjetër se me lekët që japin neve nuk i dalin. Është i shqiptar o amerikan, që ka lënë Amerikën dhe vjen merret me mendjen tonë këtu. Jemi me këtë backgroundin brapa tamam siç ne na shkon shqeto fare, me gjëra që Berti ka në ambientin e tij që administron. Originale, biles mund të marrë edhe një pamje që shikosh të veglët, që administroj. Mënyra se si punojmë, mënyra se si... Ja. Biles, ajo është një nga faktet e djeshme që është hodhën beton, apo jo? Në orën 1:20 rregulluam rrugën. Me një administrator të tillë ndodh që të hedhësh beton në orën 11 të natës. Berto, cilat janë problemet që ti has me administrimin e pallatit? Administrimi i pallatit është që ka shumë vështirësira, me thënë të drejtën, që e para punës njerë do të gëdhëndësh njerëzit. Me çfarë del ti gëdhëndesh? Me ata aty mbrapa? Nga njerë me mirësi, nga njerë me inat, nga njerë çik. Të mjafton ajo që ke aty mbrapa? Më mirë me të mirë se inat me shqiptarë nuk dilet. Është një... Kush janë më të mirë shqiptarët apo amerikanët? Në gëdhëndje, jo në... Po, me të thënë drejtën, ata ka një gjë që janë mësuar me rregullin e jetës në komunitet, ndërsa këtu ka, sepse nuk janë rregullat e shkruara. Janë i çik kështu, domethënë që ti kuptosh vetë, jo me dhunë, jo me administrim shtetëror, po që duhet kuptosh. Megjithëse edhe kostat ti e di që ti jeton me ne këtu, që kemi kusht, më thanë kuotat shumë të ulta, thjesht për mirëmbajtje. Besoj se ajo dajaku i ligjit në Amerikë ka ndikuar në gëdhëndjen e njerëzve. Po normale, ata është 8 ligjor me vite, kështu që neve jemi tash duket. Po neve jemi akoma si mësuar të jetojmë, se kemi pasur gjithmonë jetojmë në me shtëpi një andej një këtej dhe secili në sa vetë, ndërsa kur jetojnë në komuniteti duket sikur janë akoma me dhënë dhimbje atje. Sa vite ke jetuar në Amerikë? 16. Çfarë viti ke ikur? 2000. E mban mend si ke ikur peripecitë të gjitha, i tregon dot? A sa në lejohet? Jo, po kam vuajtur. Po fitova azilin. Okej, të shi. Me azil? Po, azil politik. Po që kam mbledhur gjysmë një 2-3 muaj vërdata për Europë. Para se ti ke? 2-3 muaj? Vallai një 2 muaj, se dhe ka kap edhe që ndërva edhe në Meksikë. Shumë shtete, Portugali, Zvicër. Si ishte ambientimi me terrenin amerikan? Pra është vërtet ajo toka amerikane, toka premtuar e shqiptarëve? Me thënë drejtë, kur vajta ka marrë me të mira, ka ecur me të mira, edhe puna që ditë në vajta të shtunën të në isha më punë. Ishte kollaj gjë punë në Amerikë? Ja, isha me fat, sepse atje kisha njerëz që më pritën dhe kishin vendin e punës direkt. Biles unë isha në udhëtim duke ardhur, vendi punës ishte bërë hazër. Çfarë punë ke bërë atje? Construction që i thonë ndërtim shtëpiash me shtëpi, pastaj mora. Pas ke parasysh, sepse shqiptari ka të ambicien e vet për të ecur përpara, nuk është si në stok. Në vend. Pa edhe ka persone, po që unë kisha ambicien. E eca duke fuqizuar veten time në zanatin e saj, duke i thithur gjë. Pavarësisht se edhe anglisht isha të thotë. Sa kohë do deshën të mësoj anglisht? Anglishtja edhe me kalimin e kohës, por më shumë atë gjuhën zhargon që të Amerikës, atje të punës të saj i thithit, sepse kishin ai që ka atë kënaqësinë e punës e asaj që kishte i thith. Të detyron të terreni punës që ti ta mësoj. Përveç asaj, sepse tu kishe edhe meksikan që kishe 15 vjet, prapë si është grap që një llafe, vend numëro. Shqiptari mbahet që është i shkafët. Shqiptari çan vetëm është njësh. Dhe natyrë e kësaj, domethënë mund të rrojë dhe kalova, domethënë duke rritur zanatin tim nga karpentieri thjesht në finish karpentieri, më nga një meshë me montime të mira, specializuara me kuzhina, me gjëra me dresh. Vetëm me këtë e marr?
punë tjetër ke bërë? Kam mundur, pastaj gjatë asaj kam patur periudhë boshe, kam punuar elektricist, edhe aty përthitha shumë. Mirë. Mbas anej kalova dhe motorist me makina bujësore. Hapi motora, bëj motora, riparoj motora? Motorizë me këto, jo makina, kuptoj makinat bujësore, ke parasysh nga ato korset e barit, traktorat. I riparonit? Riparonin gjitha. Patja kishte një diçka që nuk merreshe me fashe piston apo gjëra të vogla, por nuk merreshe më shumë ndroheshin ato. Po pastrim karburator, bateri, drejt, mprefje fikash. Kishe shumë gjëra pastrim karburator, gjëra. Ka mirëmbajtje se ka dinamik të madhe dhe ajo, nuk ka shumë gjëra. Nuk është e thjeshtë, linjat elektrike të brendshme që funksionojnë. Sepse janë me, si i thonë, me safety, me siguri, domethënë kanë pjesë që të ndaloj, të bëj, domethënë të gjitha. Domethënë janë të sigurta në aspektin e gëzuar. Me gjithë se bëjmë një çik muhabet edhe nuk e di tash. Përveç sa Prandaj kam edhe këtë, sepse unë gjithmonë kam qenë punëtor, kam dhe kënaqësinë që merr. ti je një administrator i specializuar në Amerikë për të administruar. Po dhe çiklaça ndaj kemi bërë, dhe çiklaça, çik themele me blloqe me kështu gjëra. Po më shumë dru edhe këto mekanik, elektrik. Mu ka pas dëm për çështje. Bëje llaç me kështu me një gotë apo llaç llaç? Mbas punë. Kishte rregulla loja atje, nuk kishte. Cila ka qenë puna më e bukur që ti ke bërë në Amerikë? Puna më e bukur? Puna? Që të jep të ty një lloj kënaqësie, për te të ardhuroj që ti merre miliore, por edhe një lloj kënaqësie që ti thua vërtet po shkova punë sot, por në të gjitha vendet punës që kam punuar ka qenë të kënaqshme, po sidomos ajo ka qenë tjerë kur erdha, dhe kishim kënaqësinë që përtithja shumë dhe kur ngrihesha në momentin e madh të saj. Se ka njerëz që kanë frikë nga kamerat. Ka, punoj shtet, s'ka. Po do e përmendem nga Vashavar sepse më kanë ndihmuar shumë në punime këtu. Por që kënaqësia e madhe ishte domethënë ishte momenti i parë kur vajta dhe unë zgjeroj edhe gamën time të zhvillimit tim të profesional. Edhe mënyra se si ishte sa. Tash edhe nuk mund të shpjegoj tash me gjitha me aspektet e saj të punës së karpentierit, sidomos finish job, po që ishte ai ishte kënaqësia më e madhe kur arije, ngrihesh. Edhe ndjej edhe për krajën e pronarit. Edhe e shikonte që unë ngrihesh. Edhe ajo ishte kënaqësia më e madhe, duke ngritur ajo ngrihesh edhe lekë. Përveç kësaj ti ke bërë edhe që mirëmbaje shtëpia. Ajo ishte punë ekstra që bënim ditë, edhe bërja edhe punë private vetë, se kisha reglat të gjitha. Edhe kështu që punoja edhe privatisht vetë. Kishim oreks për punë, domethënë kishim nevojë për lekë. Se që thua ato nga kanë gjetur ca lekë Amerika që megjithëse kemi kaq kohë që jemi kthyer, duan dhe shoqëria këtu ta hanë të pinë. Ti apo mendin me emrin këtyre që punojnë në shtet apo jo? Kemi ca qyla njës këti që presin se administrator, japin 7.000 lekë, kur i japin e kur si japin pastaj të marrin 100.000 lekë. Është fenomen këtu, është fenomen Shqipëria. Shizi i kishit, gjitha që punojnë në shtet, shu i kishive. Ja çka ka të bëj privati, je i lirshëm në jetën tënde. Po kënaqësinë më e madhe e kam këtu që në administrim e pallatit, sepse merrem me ca figura që janë, që punojnë në shtet janë të rregullt atje, po këtu janë të rregullt, nuk janë. Mundohen të tregojnë të rregullt. Edhe fakti është që shumicat janë të varfër japin lekët normale, të tjerë që kanë lekë nuk japin më kuritur, nuk e di pse. Është zakoni të punuar në Jo, shtet. jo, unë kam përshtypje këtu që ata që kanë bërë lekë, kanë bërë çikë 5 lekë dhe duket gjithmonë sikur ja u fut. Ikim, kaq ishte intervista me administratorin se vin këta të shtetit tani s'na lënë avën taksa.